Ish-komandanti supremi i NATO-s Wesley Clark dëshmoi të hënën për rastin e shkreve të UÇK-s para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Clark ka treguar se sulmet serbe ndaj popullsisë në Kosovë ishin në rritje dhe situata ishte duke u përshkallëzuar deri në atë pikë sa që ministri i jashtëm i SBA-s nisi të diskutonte problemin e drejt për drejt me sekretarin amerikan të shtetit. U mendova se e dija se çfarë duhej bërë në ato kushte, por sipas procedurave të NATO-s nuk kishim asnjë autoritet, udhëzime politike dhe nuk ishte asnjë plan konkret. Folëm me sekretarin amerikan të shtetit për këtë, nuk kanë folur me asnjë ministër të jashtëm tjetër për këtë çështje, sepse më udhëzuan Shtetet e Bashkuara të mos flas me askën tjetër, u shpreh më tej ish-komandanti suprem i NATO-s Wesley Clark. Clark ka kujtuar gjithashtu se në pranverën e vitit 1999 ju kërkua të përgatisë një plan pa ditur nëse ministritë e jashtme apo të mbrojtjes ishin të përfshira. Aty lindi dhe nevoja që të përgatitej një plan, theksoi më tej ish-komandanti suprem i NATO-s Wesley Clark, i cili dëshmoi të hënën për rastin e shkreve të UÇK-s para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag.